Pikërisht qendra studentëve do të jetë vend takimi i shumë sportistëve nga i gjithë Mezeu, cilët do të vendosen dhe do të akomodohen pikërisht në qendrën e studentëve për lojrat mezetare Prishtina 2030. Po shpresoj që do të jetë mjaftueshme, pasi që do të bën shumë renovimi i tërësishëm të gjitha objekteve të qendrës së studentëve, si dhe do të ndërtohen edhe objekte të reja për të rritur hapësirën për pritjen e sportistëve për lojrat mezetare Prishtina 2030. Do të bëhet renovimi i hollësishëm të gjitha objekteve në qendrën e studentëve, po ashtu në të njëjtën kohë do të ndërtohen edhe objekte të reja që të rritet hapësira për sportistët që do të akomodohen në qendrën e studentëve. Pra, aktualisht kemi diku rreth 3300 vende, hapësirë banueshme, dhe kjo hapësirë do të rritet mbi 4500 hapësirë vende për akomodim për gjithë sportistët të cilët do të akomodohen në qendrën e studentëve. Do të ndërtohen objekte të reja të cilat do të hyjnë në shërbim pastaj, do të jesin trashëgimi edhe për organizime të tjera të aktiviteteve sportive, pra do të jenë në formatin me standardet më të larta evropiane, që kemi mundësi pastaj ndoshta me një çmim solid që të shfrytëzohen për aktivitete të tjera ndërkombëtare, të cilat do të organizohen pas vitit 2030. Kosto financiare në bazë planifikimit do të vlera rreth 70 milion euro, të cilat do të investohet në qendrën e studentëve në tërësi, sallën nitatori, menzën e studentëve, investim që do të bëhet nga qeveria e Kosovës, dhe respektivisht Ministria e Kulturës, Rinjtësisë dhe Sportit dhe Ministria e Arsimit, me marrëveshje me kredi me Agjencionin Zhvillimor francez. Po do të ndërtohen 2 objekte të reja për pritjen akomodimin e studentëve, të cilat e thash që pastaj do të shfrytëzohen edhe për aktivitete të tjera ndërkombëtare. Pra do të rritet hapësira, pasi që vendosja, pritja e sportistëve normal është një kusht që të ketë hapësirë të saktë, siç edhe thash, do të jetë rreth mbi 4500 vende të akomodimit, të cilat do të akomodohen sportistët. Do të rikonfigurohet menza e studentëve, do të rritet kapaciteti i menzës së studentëve, ku do të hynë shërbim për ushqimin për sportistët që do të jenë për lojrat mezetare Prishtina 2030. Salla nitatori do të riparohet tërësishëm dhe do të investohet me pajisjet e fundit moderne, të cilat do të hyjnë në shfrytëzim për sportistët për Prishtina 2030. Gjithashtu, risi e këtyre investimeve është edhe piscina gjys olimpike, e cila do të jetë me standardet më të larta, dhe normal që përveç lojrave mezetare do të shfrytëzohet pastaj të tjera trashëgimi edhe për studentët dhe për qytetarë të tjerë, cila do të menaxhohet normal nga qendra e studentëve.